Ndonë se jemi në përfundim të muajit tetor, punëtorët e hortikulturës akoma nuk i kanë marrë pagat e muajit gusht dhe të muajit shtator. Prapa krave të mi po e shihni objektin në cilin punojnë disa prej tyre, në vend mund të shihni pamje se në çfarë kushte të rënda punojnë ata. Pra ky objekt është në qendër të kryeqytetit. Dhe vetëm nga pamja jashtë mund të shihni se është një objekt goxha i vjetruar, ku ata zhvillojnë veprimtarinë e tyre. Në pjesën brenda saj është pjesa e cila shfrytëzohen për mbjelljen e farave të luleve, të cilat mbillen pastaj në kryeqytet. Tash është ditë e premtë dhe janë brenda orarit të punës, disa prej tyre po shihen që janë edhe duke mbjellur farat. Veç objektin po dojna me po. Okej, s'është problem. Interesu mi je nama najčita rruga. Me rëndësi kena rrugat, si që shpërjema. Që ta mbjenta? Që sa që ka ndojë rrugat? Unë dëgjova që janë kushtet të shtatorit. Po që 2 muja? E shambull, kushtet e punës sa e keni vështira, jo se për rruga okej e kuptoha, po shambull qëto ambienti ko gjaj vështirë po doket, ose dimrit kur t'ju vjen me punu ose. Dimrit kur ma vjen me punu bejza, me dhe qaj jo, Do të thënë që kjo si lloj koftore, a? e gjak. Po, që duhet me një vëzilë? Duhet, edhe do të është nëzak. Verës është ekstra nëzak. Po, ju del flaka verës. Është edhe pjesa në dhanit, në cila është gjendje jashtëzakonisht shumë e rëndë, edhe madje kjo paraqet edhe rrezik për shëndetin, jo vetëm për shëndetin, mirë po edhe për sigurinë e tyre, sidomos kur kjo pjesa sipër kur bjen borë. Siç po shihet krejt kjo pjesa është e çane. Këtu është edhe me dhe kjo pjesa. Që natyrisht nuk është shumë e sigurt që ato me qëndru poshtë, se ato janë të punu këtë pjesën këtu afër. Edhe përkundër që për muajt e tërë punëtorët e kësaj ndërmarrje janë të injoruar nga institucionet, qoftë nga Komuna e Prishtinës, qoftë nga përgjegjësit të cilët janë e bardhë, e qoftë nga qeveria e Kosovës, ne u përballëm me sjellje jashtëzakonisht të këqija nga ata që u prezantuan si përgjegjës të kësaj pike, pasi thanë se pikë pari do duhet të marrim leje që ta xhiranim objektin, i cili është objekt shtetëror, pra është objekt publik. E mbi gjitha, interesimi ynë si ekipe insajderit ishte për paga që ata si kanë marrë që 2 muaj, e po kalojmë në muajin nëntor, e megjithëse nuk do t'i marrin as për muajin nëntor ato paga, pasi që askush nuk po merr përgjegjësi që ata të paguhen për punën që e kanë bërë. Kalojmë në pjesën prapa dhe shohim se në çfarë gjendje është kjo lurishte. Pra, kjo objekt ka vite tëra që është ndërtu. Këtu punojnë njerëz, cilët vinë minimum 5 herë në javë. Edhe janë detyruar me qëndru paktën 8 orë në ditë në këtë ambient, pa marrë parasysh temperaturat, pa marrë parasysh a ka rreshje shi ose jo, po e shihni në pjesën tjetër ku dritarët janë në gjendje të tmerrshme, po e shihni pjesën e kulme që është në gjendje të tmerrshme. Ankesa e cilat i ka pranuar insajderi nga 10 punëtorë të kësaj ndërmarrje është vetëm paga. Domethënë ata nuk duan kushte më të dinjitetshme, ata duan vetëm t'i marrin pagat për punën cilën po e bëjnë, e që në ankesa drejtuar insajderit ata kanë thënë se kanë familje për të mbajtur, kanë fëmijë për t'i dërguar në shkollë, kanë njerëz të sëmurë, familje që duhet t'i blejnë ilaçe, kanë kredi që duhet paguar, mirë po këto nuk i interesojnë askujt, madje as kolegëve tyne, cilët prezantohen si përgjegjës kësaj pike. Insajderi paraprakisht ka provuar edhe rrugë tjera për të komunikuar me persona që janë më përgjegjës në këtë ndërmarrje, gjithsesi drejtoresha Nora Gagica, prej vitit 2023 deri tash në përfundim të vitit, gati në përfundim vitit 2025, ne vazhdimisht i kemi dërguar emaila për ditur për pagat e këtyre punëtorëve, për ditur për gjendjen në cilën punojnë këta punëtorë, mirë po, përgjigjja fundit që kemi marrë nga kjo zonjë ka qenë në vitin 2023, e cila ka thënë që Komuna e Prishtinës nuk po i ekzekuton pagat. Domethënë vitin 2023 ka ndodhur e njëjta situatë, në vitin 2025 është duke ndodhur e njëjta situatë. I vetmi person që është përgjigjur tash sfundme në lidhje me këtë situatë është kryetari i sindikatës, edhe po e lexoj përgjigjen e tij që e ka dhënë për insajderin.
Ai ka thënë që një ditë ka qenë në vizitë kryetari i komunës se sipas tij përparim Roma, sipas tij nuk është fajt e komuna, por të qeveria që nuk i ka lejuar të hyra. Tash pse e qysh ne nuk e dim. Domethënë kjo është përgjigja e Shaip Arifit. Ai ka thënë se na jemi kompani 100% e financuar prej komunës, por komuna për momentin nuk ka buxhet. Për objektin nuk kemi të hyra, buxheti ndërmarrjes shkon vetëm për paga. Ka njëherë bëjmë kërkesë edhe me na arrit pagat, por kur e shohim gjendjen e ndërmarrjes është pak vështirë. Domethënë këta punëtor as nuk kanë paga, as nuk kanë kushte pune,